shikuesa dy CNN të njemi me kushtet e motit për ditën e sotme dhe përgjithsisht për këtë javë e cila çdo ditë që kalon shton vranësirat në territor, ka sinjale për shi gjatë fundjavës. Megjithatë të qëndrojmë tek kushtet e motit sot, pasi të dhënat 5 ditore ne kemi rreth orës 9:10. Gjatë ditës së sotme kemi mot të kthjellët gjatë paradites, kryesisht në zonat perëndimore, ndërsa në pjesën e dytë të ditës shton vranësirat në territor. Kemi një rënje të lehtë të vlerave termike të mëngjesit, rreth 1 gradë çnon minimumi në zonat e thella malore, ndërkohë që kemi deri në 12 gradë sot në mëngjes në zonat bregdetare. Në orët e mesditës kemi një rënje me rreth 2 gradë të vlerave termike krahasuar me fundjavën. Nga zonat malore 12 gradë maksimumi deri në 20 maksimumi në rang territori në disa nga qytetet e shtrirjes perëndimore. Fatmirësisht era do të jetë krejt e lehtë me drejtimi jug perëndimor gjatë gjithë këtij 24 orësh dhe konkretisht gjatë orëve të natës. Edhe në këto momente që flasim, ka vranësia të dukshme në një pjesë të konsiderueshme të territorit shqiptar, ndërsa dielli mbizotëron kryesisht në vijën bregdetare dhe në pjesën më të madhe të jug perëndimit. Termometri i mëngjesit të sotëm nuk ka shënuar ndryshime të theksuar krahasuar me fundjavën. Kemi rreth 1 gradë në zonat e thella në verilindje dhe skajin verior, ndërsa pjesa më e madhe e zonës malore qëndron në vlera 3-4 gradë gjatë mëngjesit. Në gjysmën perëndimore kemi temperatura nga 10 deri në 12 gradë Celsius. Në mesditë dhe në pjesën e dytë të ditës, sikundër tham, kemi shtim të vranësirave. Vranësirat bëhen të dukshme fillimisht në veri dhe në zonat qendrore dhe më pas gjatë orëve të vonat pasdites vranësirat bëhen të dukshme edhe në zonat jugore. Megjithatë do të jenë vranësira të cilat do të jenë kalimtare që nga orët e mëngjesit dhe deri vonë në mbrëmje nga veriu qendra dhe drejt jugut dhe zhvendosen drejt juglindjes. Në orët e mesditës, për shkak të prezencës së vranësirave në territor, kemi dhe një rënje me rreth 2 gradë të vlerave termike. Më ndjeshme kjo rënje do të jetë pikërisht në zonat perëndimore ku termometri megjithëse mban maksimumin në rang territori, termometri zbret në 20 gradë Celsius nga 22 gjatë fundjavës, ndërsa në zonat malore maksimalet luaten nga 12 në 13 gradë Celsius. Përgjithsisht veri perëndimi, por edhe zonat qendrore përfshir kryeqytetin pritet të shënojnë rreth 19 gradë Celsius. Ky është informacioni i parë i motit për sot. Do jemi sërish së bashku me tendencat 5 ditore çfarë do të ndodh me motin dhe vlerat termike gjatë kësaj jave, por kur rikthehen rreshjet. Pas pak sërish së bashku.